Mirëmëngjes, siç ju kemi njoftuar, sot kemi ardhur sërish në Golem tek pishat e buta. Kemi ardhur në plazh. Kemi nisur muajin korrik. Ka nisur një muaj i ri dhe ju urojmë një muaj të mbar. Ju rikujtojmë që duke filluar nga data 1 qershor kemi filluar me kampin veror dhe me sezonin veror. Kemi zhvilluar ekskursione pafund. Kemi qenë në pishina, kemi qenë në plazh, kemi bërë aktivitete ekstrakurrikulare, kemi bërë workshope, kemi bërë programe të ndryshme dhe një larmishmëri e gjerë programi na pret deri në datën 31 gusht. Gjithashtu ju rikujtoj që po vazhdojmë me regjistrimet për sezonin e ri akademik i cili fillon në datën 1 shtator. Po vazhdojmë me regjistrimet për ciklin qerdhe, kopsh, parashkollor, programin e studimit pashkollor, kurset profesionale, gjuhë e huaja, informatik, arte, sporte, arktim e tjerë. Ju rikujtoj që regjistrimet për të përfituar nga çmimet aktuale janë deri në datën 31 gusht. Për të prenotuar vendin mund paraqiteni çdo ditë nga hëna në të premten pra zyrës informacionit nga ora 8 deri në orën 6. Gjithashtu ju rikujtoj që për të na ndjekur minut pas minuti me aktivitetin e sotshëm, mund na ndiqni në faqen e Instagramit Kopshi Time Center dhe ju rikujtoj që në Time Center vazhdon normalisht sot mësimi për të gjitha programet e tjera. Jemi Time Center, jemi ëndra më e bukur. Zgjedhja juaj sot përcakton të ardhmen e fëmijës suaj nesër. Zgjidhni standardin, zgjidhni cilësinë, zgjidhni me kujdes. Zgjidhni për fëmijën tuaj. Falasi kushton. Ju urojmë një ditë të mbar, ju urojmë një muaj të mbar. Ju mirëpresim.